Përshëndetje, mirë se keni ardhur në vlogun tim të radhës. Atëherë sot që po ju flas është e premte dhe ka një arsye sepse unë hapa sot këtë vlogun sepse kisha bërë në plan ta hapja nesër. Edhe është ky zarfi nga DHL-ja. Ne kisha shkuar tek shtëpia e prindërve të Olenit, sepse kur kam bërë regjistrimin te Komisioni Qendror te website-i, më kërkoi drive licencën. Se mbajmë tani nëse më kërkoi green card-ën apo drive licencën, po më duket se më kërkoi drive licencën. Nuk jam e sigurt, një nga këto të dyja. Dhe unë të dyja i kam tek adresa e prindërve të Olenit dhe automatikisht kam marrë atë adresë, prandaj shkuan atje. Kemi këtë zarfin, i cili këtu nga mbrapa ka adresën, edhe labelin e ka gati. Atëherë ky është zarfi B, edhe këtu brenda pastaj kemi zarfin A, që është ky. Edhe brenda zarfit A kemi fletën e votimit. Okej. Kjo është fleta e votimit dhe janë 11 parti që kandidojnë. Fletën e votimit do ta fusim tek zarfi A, zarfin A do ta fusim tek zarfi B dhe zarfin B do ta fusim tek, do të thënë komplet të gjithë këtë paketën, do ta fusim tek zarfi që ka adresën edhe labelin gati. Dhe ata të postës pastaj do vinë ta marrin tek shtëpi. Atëherë unë do votoj edhe pasi të kem votuar do ta marr DHL në telefon, por problemi është që sot është e premte dhe DHL-ja nuk e din çfarë mbyllet. Dhe kjo është gjithë mënyra se si do votohet dhe se si do procedojmë. Atëherë di që shumica e njerëzve janë shumë mosbesues tek pjesa e zarfit dhe do t'i them diçka. Kur kam parë videon tek Bledi Ferziu, thoshte që në momentin që vjen porosia pra posta në shtëpi, atëherë duhet që patjetër ta firmosi vetë personi që merr porosinë. Pra në këtë rast do ta firmosja unë. Siç e thash, porosia ka shkuar tek Vjera dhe nuk e kishte firmosur asnjëri nga ata, as Vjera, as Vjeri, as Konata, as Konati, asnjëri, thjesht e kishin lënë tek kutia postare. Unë tani po votoj shpejt, po i bëj gjitha këto procedura që duhet të bëjmë edhe ne bashkë shifemi nesër. Nesër kemi gjëra interesante për të bërë, e di që koha do jetë shi nesër, por unë i kam bërë planet e mia për nesër, kështu që natën. Sun cuts through the corner of my window, playing catch. I wonder do they get tired? Good company, purring on my lap. Not a sin. Hello. Përshëndetje nga dita tjetër e këtij vlogu. Tani që po ju flas, ora është 7 e darkës, domethënë unë po hap vlogun tani në orën 7, zakonisht e hap gjithmonë në mëngjes. E shikoni 7:06 minuta dhe jam marr gjithë ditën vetëm me punët e shtëpisë. Ja, as nuk kam gatuar asnjë gjë, kështu që përfitova nga rasti tani pasi mbarova punën të bëja një dush të shpejtë dhe duhet me patjetër që të gjej një fustan të gjatë, që të jetë i gjatë deri në fund të këmbëve, por të jetë me mëngë të shkurtra ose të jetë me mëngë të gjata, pra jo me rripa, sepse nesër do shkojmë te tempulli në New Jersey që ju kam thënë. Por për detajet e tjera do t'ju flas nesër, por më uroni fat që të gjejmë patjetër një fustan të gjatë, siç unë e dua të jetë i bukur. Kështu që le të shkojmë bashkë te TJ Maxi dhe të shikojmë se çfarë gjëra të bukura do gjejmë. Fustani i parë është ky. Edhe është, mendoj se është shumë i bukur. Është poshtë gjurit siç duhet. Ka edhe këtë ripin këtu në mes që e ngushton dhe thekson belin. Është edhe me mëngë të shkurtra dhe mendoj se është shumë i bukur. Dhe detajet i ka super. Si me qëndisja. Okej, fustani tjetër është ky, por mendoj se nuk është shumë për në tempull, është më shumë për në plazh ose për në verë për të dalë darkave, por edhe mendoj se më shkon. Edhe ka këto detajet si guack. Okej, i dyti nuk është një fustan, por është një kostum. Bluza është me mëngë të shkurtra, edhe vjen si crop, edhe pantallonat janë të gjata deri në fund të këmbëve. Janë material lino, dhe mendoj se ngjajnë shumë bukur bashk, por të doja shumë të kisha ndonjë nga ju tani dhe ta pyesja se këtë të marr nga të gjitha këto.
Tani tjetër është ky, është jeshil i gjatë deri në fund të këmbëve dhe mendoj se është super, shumë i bukur. Problemi është se këtu duhet t'i vendosni diçka kur të shkoj te tempulli. Edhe kulizin e kam brapa, por do ta mbuloj me flok gjithsesi. Edhe është i gjatë deri në fund të këmbëve. Problemi është që është pak i tejtukshëm, por nëse marr shorca nga poshtë do jetë shumë okay. Por është super. Fustani i fundit është ky, edhe mendoj se nuk më pëlqen as dizajni, as ngjyra, as simëri, as një gjë. Nuk besoj ta marr, sigur që s'do e marr. Okej, mendoj se e kam bërë zgjedhjen time, por do ta shikoni nesër tek tempulli. 어디서부터 담을 수 있을까? 벌어진 틈새를 채울 순 있을까? I don't know what to do. Kjo është pasqyra që kam parë tek TJ Maxxi edhe është $60. Edhe është e zezë. Nuk e di më thoni nëse duhet ta marr apo jo. Mund të qëndroj kështu. Baby, you're my pillow, soft like dreams. 스치는 손끝마저 perfect. Now I'm pulled up. Baby, I can't look back anymore. 네 품 안에서 잠든 듯해. Hug me more. Tani sa përda në shtëpi do t'i tregoj pak gjëra që kam marrë tek TJ Maxxi. Do të filloj direkt me gjërat që kam marrë. E para që kam marrë është kjo organizuesja për thikët, lugët dhe pirunët. Është bambu e gjitha, është shumë e bukur. Unë kam një atje tek sirtari im, por e kam ngjyrë portokalli dhe dua që ta ndroj. Kjo është arsyeja sepse mora këtë, por shpresoj shumë që ta nxjerrë sepse më duket pak e madhe. Ishte vetëm $6, pra ishte në super zbritje. Unë sot kam pirë vetëm një kafe në mëngjes edhe duhet të pi patjetër një tani sepse filloi të më dhëmbi koka edhe pse era shumë e darkës. Kam këtë çokoladë që janë me arë kokosi, shpresoj të jenë të mira. Këto ishin $4, edhe unë vdes për çokoladat me arë kokosi. Njëra më doli direkt. Ka çokoladë nga anët, edhe në mes ka arën e kokosit. Okej. Super. Gjëja tjetër që kam marrë janë këto sheshkat, si tip shapkash të hapura. Janë të zeza, ishin shumë të mira. Edhe ishte numri 7.5, por unë jam 8, më rini shumë mirë. Këto ishin $15. Gjëja tjetër që mora është ky seti me pijama. Është kjo bluza e thjesht e bukur me të fjongon bojqiell. Gjithashtu ka edhe një kapse të vogël këtu, ndërsa pantallonat janë bojqiell me vija dhe antigjata. Kishte në pak modele të cilat ishin të shkurtra, por duke qenë se ne në verë ndesin kondicionerët brenda në shtëpi, bëhet shumë vap. Duke qenë se unë jam njeri që kam ftohtë, atëherë vendosa që ti merja këto me të gjata. Shpresoj që të më bëj masa, të jetë masa fikse, sepse as nuk kthehen. Më sa të shikoj pas ka dhe stikera me arusha. Këto stikera do t'ja Brianit. Këto ishin të gjitha, seti kushtoi nga $22.17. Përgatit edhe një picë tani për të ngrënë, e kam vënë në furrë. Një gjë tjetër që do doja t'i thosha është për këtë gjë të mbrapa që duket shumë keq, por aty do mendojmë që të marrim një pasqyrë të madhe ose një kornizë diçka që ta mbulojmë sepse realisht ngjan shumë keq, është pothuajse sa gjysma e murit. Just text, I know it's a toss up, but I hate the fact that we lost touch. Ayy, the Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. No, we overdue. What you doing right? Atë do shkoj tani që të ha picën, të ha darkën, edhe pastaj jemi direkt për Dutch make-upin, do shtrihemi, do flen gjumë. Nga dita tjetër, tani është mëngjes, është ora 8. Ne veshje sportive, sepse po ikim të shikojmë Rajnin që ka ndeshja. Rajni ka ndeshje tani në orën 8, thash 2 herë, 3 herë që është ora 8 e mëngjesit. Realisht doja shumë që të lija. Edhe tani koha shumë e vrenjtë, po vjen shumë herë, është ftohtë. Do nuk doja, doja të ishte diell siç ishte diell, të binte pak shi, po të paktën të ishte diell edhe ngrohtë. Unë kam bërë kafen time ekspres këtu, edhe ta pim sepse realisht po më pjete zakonisht shumë. Another rain
afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Ne jemi këtu të ndeshja tani dhe ndeshja ka filluar, besoj se 60 minuta. Por ai nuk është futur akoma, besoj do fitë pjesa e dytë. Edhe është shumë ftohtë, më shumë që mora këtë xhaketën nga lart se çfarë që jam të shkurtra, realisht fryn pak erë, kështu që shpresoj shumë që mos të fryj, pastaj të shkojmë të tempullit. Ne po shihim të gjithë ndeshjen e Ryanit edhe pashë shihemi pastaj të mbaroj. Shpresoj që të fitojmë sot. You won't get away, no matter what you do. I won't have my way. I will make the rules. I'm just like a drug. Atëherë tani sa po nisëm për tek tempulli, morëm tek Danki një kafe të ftohtë. Po këtë radhë nuk e mori Olit me sheqer, por mori me karamel dhe më tha që është shumë e mirë, kështu që vendosa ta provoj edhe unë. Që ka më e mirë se sa ajo që marrin gjithmonë, cream and sugar. Atëherë unë jam veshur komplet në të bardha, por outfitin final do ta tregoj pastaj kur të zbresim, sepse tani në makinë nuk ta shikoni. Gjithashtu kam marrë një këmishë të bardhë, të cilën e kam mbrapa, në mënyrë që të mbulohen këmbët edhe të jetë poshtë zhurit, edhe të jetë me krah të pak të shkurtra ose të gjata, sepse te tempulli nuk lejohet me kanatiere, siç jam veshur unë tani, por ndohet këmishë pastaj dhe nuk lejohet që të kesh funde ose pantallona mbi gjurin, pra duhet të jenë poshtë gjurit. Këto janë disa nga rregullat që kishte tek tempulli. Unë do t'ju lë website-in ku ju mund të prisni biletat. Biletat ishin falas, ju thjesht duhet të përcaktoni orarin kur ju doni që të shkoni, edhe ju vjen konfirmimi në email. Tempulli ndodhet në New Jersey. Emri i tempullit ishte paksa i komplikuar për mua për ta thënë, sepse quhet BAPS, BAPS, Babes, nuk di si ta shqiptoj si e shqiptojnë anglisht, dhe kishte një emër Swaminarayan Akshardham. Ky është emri, duke qenë se është tempull indian, hindu, atëherë nuk mundem ta shqiptoj fikse se si shqiptohet në të vërtetë. Ne kemi programuar në orën 2, pra biletat kemi pirë për në orën 2 dhe do shkojmë fiks në kod. Këto janë të gjitha informacionet që unë do t'jap për momentin për tempullin, ne thjesht do shkojmë atje të bëjmë foto të bukura. Ne nuk jemi besimtar pra të tempullit, nuk jemi njerëz që besojmë tek besimi hindu, por thjesht ne po shkojmë si vizitor. E di që atje duhet të heqim edhe shapkat, në momentin shapkat ose këpucët në momentin që futemi tek tempulli, kështu që por për më tepër do t'ju flas në momentin që të shkojmë aty. Ne tani sa po arritëm këtu tek tempulli dhe kemi parkuar makinën në fund fare, sepse është komplet e gjitha me makina. Pra është një parkim super i madh dhe janë të gjitha të zëna. Kjo do thotë që kanë ardhur shumë njerëz, duke qenë se është e diel. Edhe tani po t'rregoj pak veshjen time dhe të Ryanit. Do të thënë ja veshur e gjitha me të bardha, kam veshur dhe këto të sheshta që bleva dje tek TJ Maxxi. Edhe mendoj se janë shumë bukur, shpresoj vetëm mos të kenë ftohtë, sepse po fryjnë pak erë. Bukur dhe mezi po presim të futemi brenda dhe të shijojmë të gjithë pamjen e bukur që ka brenda tek tempulli. 내 머릿속 and there's something new. 아무리 즐기려 해봐도 Oh darling, ours won't get you money. Atëherë këtu është edhe dress code, janë të gjitha të dhëna, nuk duhet të visheni, pra duhet i respektoni. Tani ne sa po erdhëm edhe tempulli mbrapa duket shumë bukur dhe gjë që më pëlqen më shumë është përveç se kjo statuja këtu mbrapa, të cilën besoj se e shikoni, edhe pjesa e tempullit që është pak më poshtë. Ne tani po vim vërdall dhe të shikojmë të gjithë gjërat e bukura që ka këtu te tempulli. Come on.
premte shumë herë, por vazhdon të fryj shumë erë. Dhe kjo është një arsye që ndoshta nuk më shikoni mua në këtë video duke folur, por do shikoni më shumë pamje, sepse sado që unë të mundohem të flas dhe kam mikrofonin i cili ndalon erën, prapse fryj jashtëzakonisht shumë. Por mund të them që është super bukur. Çdo gjë është perfekte. Atëherë hyrja kryesore për të hyrë është këtu. Do presim të gjitha të radhën aty dhe pastaj do dalim tek pjesa e tempullit këtu edhe do shikojmë këtë pjesën më nga afër. Është në Texas, dhe që ka vërtet shumë i bukur. Tjetri është në Chicago. Kemi këtë tjetrin që është në Toronto. Kemi dhe të tjerë. Kjo është në Atlanta. Kjo tjetra pastaj është në Los Angeles. Edhe e fundit është kjo që jemi ne në New Jersey. Ndërsa këtu është gjithë harta e tempullit ku ne jemi. Tregon të gjitha gjërat që ka këtu tek tempulli. Pra i keni këtu ka kafe. Ne pastaj do shkojmë tek kjo kafeneja këtu që është e numri 4. Okej, unë tani vendosa dhe syzet sepse nuk po shikoja më realisht, duke që se dhe brenda është pak errësirë dhe mua më duhen syzet për të parë. Doja të them që brenda është shumë bukur. Nëse jetoni në New Jersey ose këtu afër në Philadelphia, New York, ju sugjeroj që ta vizitoni, nuk është e thënë që të besoni tek tempulli ku ju jeni, por thjesht si vizitor për të parë gjëra të bukura dhe interesante. Mund të shikoni që lart i gjithë tavani është komplet i punuar dhe është i gjithë me mozaike dhe me detaje shumë po shumë të bukura. Do të thënë, ja super vlen që ta vizitoni. Këtu jashtë nga fantastike, është i gjithë tempulli këtej nga mbrapa. Do tani do ndroj pak syzet, të heqim këto optiket edhe të vendosim syzet e diellit, sepse ka shumë diell. Okej, tani jemi okej. T'ju bëj një update të vogël, ne tani ishim tek tempulli i madh këtu brenda, i cili është gjigant, por nuk lejohej që të bëja as foto, as video, as një gjë, dhe te hyrja duhet që të hiqe këpucët, pra të futesh tek tempulli pa këpucë, dhe mund të shikoje të gjitha tempuj që ata kishin brenda. Pra kishte arkitektura që ishte brenda tek tempulli ishte perfekte, domethënë çdo gjë ishte bërë me detaje. Kur them detaje, detajet edhe më të vogla, ishte vërtet shumë bukur. Jam shumë emocionuar tani sepse më duk sikur u mbusha me frym, ishte çdo gjë e bardhë. Ne na mori vetëm 5 minuta ose 10 minuta maksimumi për ta bërë vizituar të gjithë tempullin brenda. Tani po mendojmë që të shkojmë, kemi një kafene këtu afër, të pim kafe edhe pastaj të ikim në shtëpi. Mendoj se e shijam shumë ditën për sot. Është një eksperiencë vërtet ja vlen që ta shijoni, duhet ta kisha ditur më para këtë vendi dhe të kisha ardhur. Por tani që zbuluam jam shumë e lumtur që e vizituam. On the sign next to you, no wasting time. Can you tell me the truth?
not with you. Hey, I'm just keeping it straight, cause you got me feeling distracted. Let me show you the way, girl, I don't take it for granted. Why can't we just give it a go? Infatuated more than you know. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me why. Honest, tell me why. I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me what's on your mind. I'ma say every day, you got me hypnotized. Take a shot on the dart, all we got is tonight. So can you call, cause nobody knows how far we go. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know. Ok, një tani jemi futur tek story që është bërë nga tek tempulli, edhe morëm disa gjëra të vogla gifte, por të to tregoj më vonë kur jemi tek makinat sepse tani ka shumë njerëz, por që ka vërtet shumë suvenire të bukura dhe ne duam thjesht të kemi diçka kujtim nga vendi ku erdhëm, edhe pse jo ta kemi do të na kujtoj që vizituam një vend të bukur. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two albums. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Deri tani sapo ulëm tek kafeneja e cila quhej Shajona, nëse jam duke thënë saktë, dhe kam marrë pica, të cilën e kam këtu. Pica që unë mora ishte me speca dhe me bullim. Okej, duket kështu, do ta provojmë bashkë. Nësa Oleni ka marrë një supë e cila është indiane, është duke ngrënë, edhe më thaj që është shumë spicy, kështu që unë po e marr pak tani ta provoj. Okej, është kështu. Oleni e ka ngrënë, por unë nuk do doja të ishte spicy, sepse unë pikam shumë gjëra spicy, por po e provoj vetëm për video, por duhet ta dini që indianët përdorin shumë erza. Ne unë pikam fare qef, kështu që okej, ta provojmë një pak, po marr pak të bukën. Do tani s'kam fare për fare uri. Atë thjesht po e bëj pak. Nuk kam nevojë për bukë. Nuk është shumë spicy. Shumë erza dhe mua nuk më pëlqejnë nga erzat, më bëj pak si erë. Po provoj pak picën time, po më duket pak sa e thatë, nuk më duket shumë. Ndoshta ata i kishin bërë më para gati. Nuk da isha në ekran aty, se kam qenë të ditën me dhimje dhe balle, por të provoj nga në këtej. Në është e mirë, në është goxha e mirë. Që unë tani po vazhdoj po ha, nuk besoj ta mbaroj të gjithë sepse është shumë e madhe, dhe unë mund të ha vetëm të copën tani. Edhe nuk kam asnjë ibuprofen për të ballën dhe realisht më thon shumë tani ka pikë. Kështu direkt. Po vetë pak të french fries të Ryanit. Do të marr një qesh me ketchup. Që është shumë të mira. Kështu që ja vlen jashtëzakonisht shumë për $30, janë vërtet të gjitha shumë të shishme. Bravo. Kaq ishte edhe eksperienca jon tek tempulli, sapo mbaruam.
Kënaqem shumë si me ushqimin, si me pamjet, me të gjitha gjërat. Gjithashtu te dyqani që këta kishin, unë mora 2 dhurata të vogla, një morëm për vete dhe një për një shokun e Olenit i cili është nga India dhe menduam që ta bënim si gift, si dhurat. Edhe kaq. Ne tani do ikim në shtëpi, nuk besoj se do bëjmë asnjë gjë tjetër për sot, përveç se do bëjmë dush dhe do përgatitemi për nesër për në punë. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, writing down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lines. Keep it low, cause you dropping it down. Okej, unë harrova t'i bëja unboxing të gjërave që morëm tek dyqani tek tempulli. Po bëj unboxing tani në makinë sepse nuk dua ta vazhdoj me vlogun në shtëpi. Edhe gjëja e parë që ne morëm është kjo. Okej, do të thosha ky indiani, ky elefanti. Është ky elefanti i cili është i zik, e kemi marrë për dhuratë. Edhe ishte shumë i bukur. Tani s'dua ta hap sepse i ka të vendosura me këto bukët e peshku dhe është i ngjitur. Por është njësoj siç është tek figura. Këtë e morëm për dhuratë edhe mendoj se do jetë super e bukur për personin që do ta marrë. Gjëja tjetër që ne morëm për shtëpinë tonë, pra se suvenir të vogël që ta kishim kujtim, është ky elefanti i bukur. Kishte edhe breshk, por nuk doja të merrnim breshk, duke qenë se i gjithë vendi ishte i mbushur me elefant, atëherë kjo do ishte simbolika më e mirë që ne mund të merrnim. Okej, ta hapim bashkë tani dhe ta shikojmë sepse sa e bukur që është. Okej. Është më bukur, marr realisht më pëlqeu dhe doja patjetër që ta kisha një kujtim nga tempulli dhe tash po marr këtë që nga goxha e rënd. Okej, por është shumë e bukur. Këtë ta vendosim tek tavolina e televizorit. Vetë suveniri që ne morëm ishte $14, ndërsa dhurata tjetër ishte $20 dhe $1 kushtoi qesja e kartonit. Unë po mendoj që ta mbyll vlogun për sot, të mos vazhdojmë të xhiroj në shtëpi, duke ju falendëruar shumë që keni ndjekur këtë video. Shpresoj shumë që të jeni kënaqur. Unë premtoj që do kemi video edhe më të bukura në vazhdim, sepse tani do fillojmë dhe do dalim. Kështu që na ngrokoha që të fillojmë edhe të vizitojmë këto vendet e bukura që ne kemi këtu afër. Mos harroni që të bëni një subscribe. Ju falenderoj shumë nga zemra sepse te video fundit jeni shtuar shumë. Edhe për mua sikur edhe një subscriber më shumë të jetë, do të thotë jashtëzakonisht shumë sepse është një njeri më shumë që mua më ndjek edhe pëlqen punën dhe videot që unë bëj. Kështu që falenderoj shumë nga zemra, po ju bëj pak të zemrën time të bukur të voçkël, që rajni vërë më bukur se sa unë. Dhe ne bashkë shihemi tek video tjetër e radhës. Mos harroni të më bëni të follow në Instagram sepse aty bëj foto dhe video të bukura. Bye!